Florina Qani, nëna e Martin Qanit, ka reaguar me një dhimbje të thellë për humbjen tragjike të 15 vjeçarit Erion Boba, i cili ndërroi jetë pasi qëndroi për 9 ditë në luftë për jetën, pas plagëve të marra nga një bashkëmoshatar. Në mesazhin e saj drejtuar gazetares së Top Channel, Kristi Gongo, ajo shprehet se zemra e saj është tronditur sërish, ndërsa thekson se kjo ngjarje e ka rikthyer dhimbjen e humbjes së djalit të saj, Martin. Sipas Florinës, shkolla duhet jetë një hapësirë paqeje, edukimi dhe sigurie, jo një fushë përballjesh apo dhune. Ajo nënvizon se fëmijët nuk duhet të jenë kurrë protagonistë të lajmeve të tilla, duke përmendur me dhimbje emrat e Martin, Eraldos dhe Erionit, fëmijë që humbën jetën në ngjarje të rënda që tronditën Barvendin. Në mesazhin e saj, Florina shpreh një thirrje të hapur për institucionet, prindërit dhe gjithë shoqërinë shqiptare. Ajo kërkon reagim, mbrojtje dhe përgjegjësi, duke theksuar se indiferenca ndaj dhunës vetëm sa e rrit rrezikun dhe përsëritjen e tragjedive. Fëmijët tanë kanë të drejtë të rriten në siguri, të ëndërrojnë dhe të kthehen në shtëpi. Ne duhet të jemi zëri i tyre, mburoja e tyre, shkruan ajo. Florina apelon që askush të mos e neglizhojë këtë realitet të dhimbshëm, sepse çdo humbje fëmie është një plagë kolektive që rëndon mbi ndërgjegjen e të gjithëve. Ajo kërkon masa të menjëhershme në shkolla, më shumë psikolog, më shumë vëmendje dhe më shumë përgjegjësi që dhuna të ndalet. Mos na i prekni fëmijët, mos na i merrni fëmijët, zgjohuni dhe veproni sot, jo nesër, përfundon ajo në mesazhin e saj prekës, që përçoi dhimbjen, frikën dhe shpresën për një të ardhme më të sigurt për të gjithë fëmijët shqiptar.